Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV ditën e sotme me mua Tirona Lilin për të ndarë komentet më të fundit, thashe themet më të fundit që përfliten mes Gjestit edhe mes Eglit. Po fliten shumë gjëra. Marrëdhënia e Gjestit edhe Eglit një marrëdhënie e krisur, ka thashe theme dhe zëra që mes tyre ka ndodhur një tradhëti, që gjasme Gjesti pas ka tradhëtuar Eglin, por fatkeqësisht ky lajmi që po bëhet viral në për të gjitha rrjetet sociale, që po përflitet kudo, që po komentohet kudo, më ka rënë shumë në sy, është pa bazë edhe pa fakte. Kur them pa bazë edhe pa fakte, nënkupton që nuk ka një fotografi, nuk ka një video ku Gjesti tradhëton Eglin. Tani nga afrimiteti që unë shoh i Gjestit, nëse mund të ketë me një njeri, është ai vetëm DJ Gimbo. Gjesti në Snapchatin e tij, ato të cilët janë pjesë e Snapchatit të Gjestit, publikon fotografi të ndryshme në story dhe ndërto ditën e djeshme fotografinë e fundit e kishte publikuar me DJ Gimbon. Tani, për të tradhëtuar Gjesti Eglin, ndoshta më herët, para se të arrinte këtë famën, para se të arrinte këtë suksesin, para se të arrinte këtë dashurinë e madhe që në fakt ka te publiku, edhe mund ta besoja sepse paparazzi apo media ros nuk ka qenë shumë aktive në pjesën e jetës së Gjestit dhe Gjesti ka qenë më i lirë të bëjë çfarë të dojë. Po në këtë pikë të famës që Gjesti ka, në këtë pikë të suksesit që Gjesti ka arritur, mendoni ju që aq lehtë mund të shkojë Gjesti me një femër pa u filmuar, pa u fotografuar, duke ditur që edhe njerëzit e tjerë tashmë mund të bëjnë biznes me emrin e Gjestit. Ç'do kupton të bëjnë biznes? Që do me thënë X personi mund ta fotografon dhe mund t'ia shet me qindra mijëra lek atë fotografinë një medjes, vetëm ta bën publike dhe duke ditur që edhe për Gjestin ose të gjithë gëzojnë për famën edhe për suksesin e tij, ka një mbledh të madh, ka një urrëtie të madhe, ka një dashuri të rrejshme për të. Unë mendoj që ky është një lajm kot, duke u bazuar nga ajo që Gjesti ka kaluar, që nga përfundimi i Big Brotherit, Gjesti nuk ka patur kohë të merret me familjen e tij. Ai vetë ka thënë edhe në post Big Brother që nuk ka patur kohë të shkojë në Pavlan, të takoj prindërit e tij, të çmallet me ato, domethënë pas 7 muajsh, jo më pas ka patur kohë të tradhtoj Eglin. Gjesti dhe Egli, nga këto pamje që ne shohim, nga ato që ato postojnë, domethënë i kanë përzgjedhur që të ndajnë rrugët e tyre në profesion, që nuk kupton. Gjesti ndjekën koncerte të cilat i ka patur të konfirmuara që në momentin kur Gjesti ishte në Big Brother, sepse disa nga datat ku Gjesti është i ftuar tashmë kanë qenë pjesë edhe kur Gjesti ishte në Big Brother, do të thënë që në atë kohë janë bërë publike, të paktën koncertet në Austri kanë qenë publike që në kohën kur Gjesti ishte brenda. Dhe fama e tij, kurreshtja e tij e shqiptarëve është e madhe për ta kuptuar se ç'a bën Gjesti, ku shkon Gjesti, me kë është Gjesti, me çfarë i Gjesti. Gjesti në asnjë mënyrë nuk e ka tradhtuar Eglin, për këtë jam shumë i bindur, sepse Gjesti nuk ka kohë një herë të merret me veten e tij. Gjesti është duke punuar projekte pafund, sepse duhet punon këngë të reja të sjellën në skenë. Është duke bërë videoklipet, por njëkohësisht është edhe duke ndjekur koncertet. Gjesti, le të themi, këtë muaj do të jetë në cep të avionit, por edhe muajin tjetër gjithashtu, që Gjesti pritet të udhtojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse në Korike ka koncertin atje. Do të thënë Gjesti është tepër i angazhuar, ndërsa këto lajmet e reme që dezinformojnë publikun që Gjesti pas ka tradhtuar Eglin, kjo është një lajm krejtësisht i rem. Egli shkoi në Kosovë, ka qëndruar 3 ditë në Prishtinë, atje ka qenë me një shoqen e saj. Kjo është e konfirmuar edhe nga Liberta Spahiu, prive, e cila e ka patur mundësinë që ta prekën më me dorë sepse ka qenë në Prishtinë. Ka qëndruar në një ndër hotelet më luksoze të Prishtinës dhe ka shkuar për punët e saj, por njëkohësisht në të njëjtën ditë ka qenë edhe Gjesti, sepse edhe Gjesti bëri kontratën me shtëpinë që do të ruan të drejtat autoriale.
Këto lajme që fliten për Gjestin që ka tradhtuar Eglin, nuk ekziston një fakt, më besoni, po ta tradhtonte Eglin apo po të kishte vajtur me një femër, apo po të kishte shkruar Gjesti me dikë, sepse tradhtia nuk bëhet nga aty. Gjesti nuk është një njeri rëndom që ta njeh një gocë në diskotekë dhe ta merr në hotel, sepse edhe aty do kishte ndodh lajmi që do të ishte bërë viral. Gjesti është një personazh shumë i klikuar, është një personazh në shënjestër për çdo lëvizje që ai bën, qoftë edhe për atletet kur i ndron, domethënë është në shënjestër dhe për këtë rast Gjesti nuk është aq i lirë të bën fenomene të këtilla. Dhe për këtë pikën jam shumë i bindur që marrëdhënia e tyre është okay. Ato të dy me patjetër që komunikojnë nëpër celular, këtë jam shumë i sigurt, edhe pse është kjo frika që ndoshta janë ndarë shkaku sepse ato nuk postojnë fotografi dhe nuk nxjerrin asnjë gjë nëpër rrjetet sociale. Po kjo ka qenë përzgjedhja e Gjestit, duke u bazuar edhe në lidhjet e tjera që Gjesti ka patur. Fatkeqësisht nuk ekziston asnjë dëshmi, asnjë fotografi e Gjestit me një femër që Gjesti ka qenë në një lidhje, dhe në qoftë se Gjesti ka bërë fotografi me fanset e tij në koncertet në Austri që Gjesti ka qenë këto 2 net, nuk do të thotë kjo që Gjesti e ka tradhtuar Eglin sepse ka bërë një fotografi me një fans. Domethënë, le të mos bëhemi kaq toksik, le të mos bëhemi kaq të neveritshëm në marrëdhëniet të çifteve publike, sepse unë jam shumë i bindur që Gjesti ka aq shumë kujdes dhe aq shumë menaxhohet saqë nuk mund të bëjë një lëvizje i vetëm. Unë e vërejta edhe në momentin që Gjesti po zbriste nga shkallët në Linz, në Austri, thënë Gjesti ishte akoma është i tronditur dhe akoma nuk e beson dot suksesin edhe famën të cilën Gjesti po e përjeton. Dhe do me thënë, për të arritur Gjesti të shkon në tradhti, nuk është aq e lehtë, të paktën në këto ditë kur Gjesti është në shënjestër, kur Gjesti është në qendër të vëmendjes për të ditur se çfarë po ndodh me të, për të kuptuar për jetën e tij dhe për të kuptuar për marrëdhënien e tij. Të thënë, Gjesti vazhdon të jetë tepër i suksesshëm, vazhdon të jetë tepër i komentuar, vazhdon të jetë tepër i ndjekur dhe një tradhtim mes Eglit nuk është e vërtetë. Gjestin e ka shoqëruar në Vjenë, domethënë natën e dytë në koncert, edhe Anajdi, ka një grup që e shoqërojnë Gjestin dhe më besoni që Gjesti edhe po të don ta bën, nuk është në gjendje për ta bërë një herë atë tradhti, për faktin sepse është në mbikëqyrjen e të gjithëve, por Gjesti edhe brenda shtëpisë së Big Brotherit ne kemi parë seriozitetin që ka patur, vërtet ndoshta ka patur një afrimitet me femrat e tjera, por nuk i ka parë në syrin e të dashurës. Gjesti edhe Eglit ja tha gjatë gjithë kohës, ka qenë koherent në përzgjedhjen që ka bërë që unë nuk dua të lëndoj, do i bëj gjërat kur ti ndjej, dhe ashtu ndodhen momentin që Gjesti ndjeu një diçka e bëri dhe në këtë rast Gjesti po ndjekën me shumë intensitet karrierën e tij, po ndjekën me shumë intensitet projektet e tij, sepse Gjesti dëshiron të punon që të qëndron në treg, jo të bën budallalliqe të paktën në të cilën po flitet. Më kanë shkruar shumë për këtë lajmin në Tiranë çka ka ndodhur, mos i besoni, janë lajme të remet sepse në këtë famë që ka Gjesti nuk ka shansa në momente të këtilla të shpëton pa një fotografi. Dhe Gjesti nuk mund ta bën, edhe një herë më duhet ta citoj tradhtin, duke marrë një vajzë nga diskoteka dhe hajt hypim larg. Domethënë nuk është një njeri rëndom. Gjesti është një personazh që qoftë edhe një shkrim po të kthejnë Gjestin në Instagram, me një herë bëhet virale. Për këtë gjë ma besoni, duke e ditur se si ka rjetë me protagonistët e tjerë.